Ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Është gjetur toponimi i sakt i lirë. Kandaon. Straboni thot që është emër i malit i lirë në kufi me Maqedoninë. Mirë po, janë zbuluar burime të tjera që thonë që kjo është fjalë trake. Në fakt është një tokë fjalësh. Kan i thonë qenit. Daon është numri shumës, gjinore. Një lloj si kodrinon. Një lloj si avlon. Një lloj si lisjatan. Pra, gjuha thrake ishte një dialekt helen. Daon vjen nga daos, i thon ulkonjës, në gjuhën prygase, që ishte një dialekt helen. E folur në epir. Daos do thot ujk ose mbytësi i qenit. Ishte një dregua. Është origjina e dakëve. Daoi. Po ashtu një fis që fliste një dialekt helen. Të gjitha këto fjalë i ka ruajtur greqishtja sepse i ka përfshirë këto dialekte. Të gjitha këto fjalë janë në greqishtën e sotme. Në Aleksandri është bërë përmbledhja e të gjithë dialekteve të lashta helene. Është për të qarë. Pra gjuha i lire nuk është gjuhë greke, janë 3 dialekte. Dialekti prygjes, dialekti thrakës dhe dialekti i gjuhës lydiane. Në gjuhën lydiane, i njëjti emër ishte Kandaulia, mbytësi i qenit, një dregua. Është origjini e fisit helen daunoi, daunët që shkuan në Itali. Flisin një dialekt helen. Arsye vetme që kanë mbjetuar këto emra është fakti se në Aleksandri janë përfshirë të gjitha këto dialekte në gjuhën greke. Kjo përfshirje ka ndodhur në shekullin e 4 para erës sonë. Kjo është gjuha e perandorisë maqedone. Pra ilirishtja, sipas Strabonit, është dialekti thrakishtes. Koinon daon, me një o të gjatë, është rasa gjinore shumës e greqishtes. Në emërore do të ishte kandaos, mbytësi i qenit. Në gjuhën shqipe kjo ka mbjetuar si fjala dos, ulkonj në gjuhën e çamëve. Po ashtu edhe gruaja e derrit, zbulimim, epokal. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.